لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, Ramazani kaloi nga jeta jonë, kaloi nga shtëpia tona, nga zemrat tona, nga familjet tona, shkoi ky musafir i Allahu xhelle xhelalu. Mirë po, kalon gjurmë të shumta në jetën tonë, gjurmë të cilat nuk harrohen letë. Në ka bërë që ta shijojmë imanin tonë ndryshe nga ajo që kemi shijuar para Ramazanit. Në ka bërë që të shijojmë shijen e adhurimeve, ibadeteve, ndryshe nga ajo që kemi shijuar para Ramazanit. Në i ka shëndrit zemrat tona dhe ftyrat tona, ftyrat e agjëruzve, shëndritin sepse nga gjurmët e sejdave që i kanë bëhe gjatë Ramazanit, sidomos në netët e Ramazanit. Kalon gjurmë Ramazani në shpirtrat tonë, sepse i ka pastruar zemrat tona dhe shpirtrat tonë. Ndërsa shpirtat dhe zemrat e agjëruzve sot udhtojnë së bashku me krijesat e pastërta dhe të ndershme që janë me laçet e Allahu xhelle xhelaluhu. Sepse shpirti i pastërt kërkon shok të pastërt. E nuk ka krijesa më të pastërta se sa krijesat me laçet që Allahu xhelle xhelaluhu i ka krijuar. Besimtarit të nderuar vëllezër, është shumë optimist në pranimin e agjërimit dhe veprave që i ka bëhe gjatë muajit Ramazanit. Sepse ka parasysh fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë men sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai i cili e ka agjëruar Ramazanin me iman të plot, edhe me shpresë në shpërblimin e Allahu xhelle xhelaluhu, do t'i shlyhen mëkatet që i ka bërë më herët. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu xhelle xhelalu në shumë ajete në Kur'an na sinjalizon dhe na porosit që t'jemi të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm në jetën tonë, në ibadetet tona, në adhurimet tona dhe në njohjen tonë dhe në raportin tonë që kemi me Allahun, me krijuesin tonë. Allahu xhelle xhelalu thotë: Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ata të cilët thanë se Zoti ynë është Allahu dhe pastaj qëndruan në to,
qëndruan në to jo një muj, po qëndruan në këtë besim gjatë tërë jetës tyre. Fala khawfun alejhim wala hum yahzanun. Ata as nuk kanë frikë, as nuk kanë pse të pikëllohen dhe të mërziten, sepse kanë qenë të qëndrueshëm dhe stabil gjatë jetës së tyre në atë që ka urdhëruar dhe ka porosit Allahu xhalla xhelaluhu. Allahu po ashtu përshkruan veprat e besimtarëve. Në realitet përshkruan njeriu dhe disa cilësi të njeriu, që disa janë për të u lavdruar, e disa janë do të thotë që duhet me i përmirësu na, sepse janë cilësi tek njeriu janë cilësi të mangëta, e disa janë natyrshmërijet e njeriu ndoshta. Ka thonë illa al-musallin alladhina hum ala salatihim daimun. Ka thonë përveç njerëzit që falin namaz, mirë po në namazin e tyre janë të vazhdueshëm. Në namazin e tyre qëndrojnë vazhdimisht gjatë të jetës së tyre. Allahu xhalla xhelaluhu na ka porositur që beslidhjen që e kemi me Allahun xhalla xhelaluhu mos ta shkëputmi asnjëherë. Premtimin që ja kemi dhënë Allahu xhalla xhelaluhu mos ta shkelmi asnjëherë. Wa awfu bi ahdi Allahi idha ahadtum. Dhe mbane premtimin me Allahun kur ju premtoni atij. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. Dhe mos e prishni beslidhin e juve pasi që e keni bë kontratën me to. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. E dorëzon për këtë e keni bë Allahu xhalla xhelaluhu. Pastaj thot Allahu ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. Mos u bëni sikur ajo gruaja, ka sjell Allahu këtë shembull, ajo gruaja e cila e ndërton mirë atë xhamperin e saj apo atje lekun e saj, do me krabza e qep mirë, e pastaj kur ta bëjnë formën më të mirë, fillon me prish. Allahu xhalla xhelalu i ka qortuar ata njerëz të cilët të nderuar vëllezër ndërtojnë shumë mirë për një kohë e pastaj kthehen dhe prishin këtë atë të cilën e kanë ndërtuar. Të nderuar vëllezër besimtari është i qëndrueshëm dhe i vazhdueshëm në veprat e tij. Nisur nga fjala e Allahu xhalla xhelalu që thotë wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroje Allahun gjersa ti jesh këtë dunja, gjersa të vije ty e vdekja. Kjo është motoja e besimtarit në raport me Allahun këtë dunja, të adhuroj ty o Zot derisa të jam gjallë. Derisa të kam frym këtë dunja, unë jam robi i joti dhe jam adhuruesi i joti o Zot. Po, ka disa momente, ka disa sezona që e shton do thot kualitetin e ibadetit, e shton sasinë e ibadetit. Mirë, po në përgjithësi, si besimtar nuk je besimtar sezonal. Nuk je besimtar i ndonjë çasti dhe ndonjë momenti. Mirë, po e adhuron Allahun xhalla xhelalu derisa të vije vdekja. Andaj besimtari qëndron në punë të vazhdueshme, në punë të mira, qëndron në punë të mira, edhe nëse janë ato të pakta, mirë po janë të vazhdueshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka treguar çysh muslimani do të më kanë jetën e tij, ka thonë ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qal. Ka thonë punë më të mira, më të dashme të Zotit janë ato të cilët janë të vazhdueshme edhe nëse janë të pakta. Në një rast prej rasteve pejgamberi i tha Abdullah ibn Omeri, tha o Abdullah, o robi Allahut. Tha mos u bë, e po Abdullah Omerin që po falte namaz natës, i pëlqej ky veprim shumë. Mirë po ja dhani porosi. Tha mos u bë sikur filani i cili e falte namazin e natës pastaj e braktisi atë komplet. Andaj nuk është mençuri e besimtarit që një muj ditë
të jetë shumë i afërt në raport me librin e Allahu xhalla xhelalu, të lexoj nga libri i Allahut dhe edhe një sasi të madhe bile nga libri i Allahut brenda ditës, e pastaj mas Ramazanit ta braktis komplet librin e Allahut. Apo mos të bëjnë ndonjë takim deri në Ramazanin tjetër me librin e Allahu xhalla xhelalu, me Kur'anin e madhërueshëm. Pra besimtari është i qëndrueshëm dhe i vazhdueshëm në punët e tij, në punët e mira. Ka thënë Imam Nevaviu kur i ka sqaruar këto hadithe në lidhje me këtë çështje, ka thënë punët e mira që janë të pakta, punët e mira që janë të vazhdueshme, edhe nëse janë të pakta, janë më të mira, më të vlefshme se sa ato punë që janë të shumta por janë me ndërprerje. Ne nuk po flasim për me krahasu Ramazanin me atë jashtë Ramazanit, sepse nuk bëhet ky krahasim. Mirë, po në përgjithësi, besimtari do thotë punët e mira duhet mi pas të vazhdueshme. Jo një herë një gjym të madh e pastaj do të mund dal edhe me ndërprej ato në tërësi. Pse janë punët e vazhdueshme më të mira te Zoti edhe nëse janë të pakta? E para të nderuar vëllezër, me punët e vazhdueshme ti je vazhdimisht në ibadet. Vazhdimisht në adhurimin e Allahu xhalla xhelalu. Do të nuk krijon ndonjë lodhje, ndonjë raskapitje në ibadetet që ja bën Allahu xhalla xhelalu. E kjo ju përngjan me laçeve të Allahu xhalla xhelalu. Falladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Allahu ka thënë, dhe ato të cilat janë tek Allahu, do thotë me laçet, la yastakbiruna 'an ibadatihi, nuk i bëhen mendje madhe, nuk bëhen mendje ndaj ndaj adhurimit të Allahu xhalla xhelalu. Wala yastahsirun, as nuk lodhen në ibadet. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun, ka thënë e madhnojnë Allahun mëngjes, ditën edhe natën, ku dhe e kanë këtë adhurim të vazhdueshëm në jetën e tyre. Pra ti me adhurimin që e bën në mënyrë të vazhdueshme në jetën tënde, edhe nëse është e vogël, je do të thotë ju përngjan krijesave më të ndershme në hapësirë e që janë me laçet e Allahut xhalla xhelalu, të cilat janë të pamëkate dhe veprojnë vetëm atë që i ka urdhëruar Allahu xhalla xhelalu. Me veprën tënde të vazhdueshme që e bën në këtë dynja, e arrin dashninë e Zotit. Dhe përmendëm hadithin e pejgamberit, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall, puna më e dashme te Zoti është ajo e cila është e vazhdueshme edhe nëse është e pak. Me veprën e vazhdueshme që ti e bën në këtë dynja, me adhurimin e vazhdueshëm, edhe nëse është i vogël, hyn në atë grupin e njerëzve që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e ka adet dhe tradit dhe zakon që të ngritet dhe të falë namaz natën, e ndonjëherë e zën gjumi atë, edhe flan nuk mund të ngritet, Allahu xhalla xhelalu ja shkruan shpërblimin sikur më u pas ngrit e gjumin ja bën dhurat. Po ashtu ka thënë por atë i cili është i smur, i cili vazhdimisht ka qenë në ibadete dhe në adhurime, në momentet kur nga smundja nuk mund të zbatoj ato ibadete, Allahu xhalla xhelalu ja shkruan sikur mi shpërblimin sikur mi pas veprue, sepse ka qenë i vazhdueshëm në ato ibadete, në ato adhurime që i ka bën. Të nderuar vëllezër besimtar, prej shenjave që na tregon Allahu xhalla xhelalu se një vepër e jonja është e pranuar pasi që ta veprojmë atë, kanë thonë është që punës mirë me pasue me një punë të mirë tjetër. Një ibadet që e ke bë, me pasue me një ibadet tjetër. Ndërsa prej mos pranimit të veprës është kur ti ibadetin që e ke bë, punën e mirë që e ke bë, e pason me një vepër të keqe apo me ndonjë mëkat. Sa e mirë është ajo vepër e mirë që i shlyn të këqijat, e sa keq është për njeriu kur veprën e mirë e pason do thot me vepra të liga. Elusmi Allahun xhalla xhelalu që të na bëj prej atyre që e adhurojmë Allahun xhalla xhelalu në mënyrë të vazhdueshme, bëjmë vepra të mira dhe ibadete në mënyrë të vazhdueshme,
edhe nëse janë të pakta, Zoti i Ramazanit është Zoti i muajve tjerë. Allahu xhalla xhala për punë të mira ka porosit edhe në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit. Le të jemi nga ata që mbajmë lidhjen dhe besën tonë me Allahun xhalla xhelalu. Është realitet se Ramazani ka qenë një standard tjetër në çështjen e ibadeteve dhe angazhimeve tona, mirë po prej këtij standardi që e kemi ngritë dhe këtë pastërti shpirtërore që e kemi fituar nga agjërimi i Ramazanit, mos ta neglizhojmë edhe të kthehemi apet në gjendjen e mëhershme që kemi qenë para Ramazanit, mirë po ta kemi moralin më të mirë, të kemi raportet më të mira, të kemi sjelljet më të mira tash pas Ramazanit, nëse dëshirojmë ta dimi a është pranuar ibadeti jon, agjërimi jon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.